Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini zhvilloi një takim me përfaqësues të shoqërisë civile. Kauzat që ka shoqëria civile sot u diskutuan në këtë takim si çështje të rëndësishme për familjet në shoqërinë shqiptare. Kandidatja Mersini thotë se zhvilloi një takim të frytshëm me aktorët dhe faktorët e shoqërisë civile që çdo ditë punojnë me fëmijët e spektrit autik. Ndam përvojat dhe sfidat, por mbi të gjitha theksuam nevojën për politika mbështetëse të qarta dhe të zbatueshme. Jo vetëm si mjeke e shokët të kauz, jo vetëm si një çështje ndjeshmërie, por edhe si një detyrim për të ndërtuar një sistem më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës për fëmijët dhe familjet e tyre. Bashk mund të bëjmë ndryshimin, shpreh kandidatja Mersini. Në vazhdim të takimeve, kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini zhvilloi një takim edhe me arkitekt dhe urbanist të qytetit, ku diskutua për zhvillimet në Vlorë. Diskutimi ishte i vlefshëm me arkitektët dhe urbanistët mbi zhvillimin e hapësirave urbane dhe projektet që mund të sjellin vlerë për komunitetin. Planifikimi dhe vizioni i duhur janë kyç për të krijuar një mjedis funksional, estetik dhe të qëndrueshëm, thot Mersini, por shqyrtoi mundësi të reja për të përmirësuar strukturat ekzistuese dhe për të ndërtuar me një qasje inovative. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete, pjesë e listës së hapur në qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini u takua edhe me ish ushtarak të Vlorës. Takimi ynë me ish ushtarak ishte një moment i rëndësishëm për të diskutuar mbi rolin e tyre në shoqëri dhe kontributin që mund t'i japin në zhvillimin e komunitetit tonë, thot Mersini. Respekti për përvojën dhe disiplinën e tyre është elbësor për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt dhe më të organizuar. Mersini thotë se vlerëson bashkëbisedimin dhe angazhimin e tyre në çështjet me rëndësi për qytetarët e Vlorës.